Për 30 vite me radhë, Genci Mukaj çdo ditë bënte të njëjtën rrugë nga Vlora në Gorisht për të punuar në zonën naftënxjerrëse. Prej 3 ditësh, 56 vjeçari nuk do të mundet më të shkojë në punë dhe jo për shkak të dëshirës, por pa mundësisë për të punuar. Një aksident në punë duke i prerë 4 gishtat e dorës së majt e nxori atë të paftë për punë. I gjendur në spital më shumë se dhimbjet e dorës, ai tregon dhimbjen e shpirtit pasi asnjëri nuk është kujtuar për atë se çfarë do të ndodhte me të në të ardhmen e tij. Genci Mukaj, babai i 3 fëmijëve, tregon se puna që ushtronte e ka bërë për 30 vite me radhë, madje edhe në kushte ku askush me dëshirë nuk do të punonte. Kompania naftënxjerrëse në varësi drejt për drejt nga Alpetrol, sipas Gencit, nuk ka treguar as vëmendjen minimale për kushtet e naftëtarëve ku shpeshherë janë detyruar të punojnë dhe me paga minimale për të mbajtur familjen e tyre. Në një komunikat zyrtare, policia e Vlorës ndërkohë bëri me dije se specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Selenicë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë për shtetasin AC 56 vjeç me detyrë përgjegjës në firmën e mirëmbajtjes së pusit të naftës në fshatin Kocul, pasi në datën 27 maj është dëmtuar në dorë gjatë punës shtetasi GM 56 vjeç banues në Vlorë. Por Mukaj tregon se kompania kërkon ta cilësoj si aksident nga pakujdesia dhe jo aksident gjatë orarit të punës, dhe kjo sipas tij ndodh vetëm për të shmangur dëmshpërblimet që i takojnë. Mos të përgjinjështrojnë, jo është kështu, jo është këtje. Pretendimi këtu e thonë që ndoshta është vrarë ose gabimi i tij. Gabimi i tij. Po gabimi i tij s'ke se si ta bësh. Se ty nuk të mbajnë frenat e makinës edhe shtype aksidentore. Kush është gabimi? Po janë frena. Nuk është se do të vras ai person manovratori, nuk është se donte. Se ai na ka në dorë neve. Ai na ka në dorë çorën para më që na lart, na vret të tren gujpusit. Ai na ka në dorë. Po që momenti fati nuk i mbajtë. Përva dorën mu. Ky është e fatimi. Kushdo mund të vrisë. Ai mund t'i vrisë 3. Fatim. Mukaj tregon se ishte duke punuar si zakonisht dhe kur u bllokua një pus nafte, ai duhet të hipte 5 metra me qëllim vënje në funksion të pusit të naftës. Por një gabim i kolegut të tij bëri që ripat t'i presin gishtat. Ai thotë se ishte me fat sepse mund të kishte humbur dhe jetën, sikurse ka ndodhur vitet e shkuara për të tjerë punonjës. Domethënë ne jemi një sektor që jemi shumë i vështirë dhe shumë i përmbuzur. I përmbuzur që hase me pastrimin e qëmë, hajta që me pastrimin. Se nuk vetëm jemi me pastrimin, jo kush do vetëm me pastrimin. Se puna me vështirë. Ati janë aksidentuar 100 ca vete, janë aksidentuar. Disa kanë ikë me dorë, disa kanë dekur fare, kanë marrë jetën. Disa kanë prendur dhe këmbë. Qatë temë, disa kanë lënë vënd, dekja. Ka shpëtuar tubuar dhe lartë. Mukaj thotë se në ndërmarrjen ku ai punon për 30 vitesh nuk ka asnjë kush sigurimi jetese, por të drejtat asnjëherë nuk janë dëgjuar nga drejtuesit përkatës. Ai kërkon dëmshpërblim maksimal pasi aksidenti që mund t'i kishte marrë jetën ka ndodhur gjatë orarit të punës dhe jo për fajt të tij, por për shkaqe të tjera. Mendimet e mia është dëmshpërblimi maksimal, sipas kodit punës. Ai drejtori e këta, drejtori dhe shefi sektorit, nuk bën ndonjë marrëveshje, nuk më tha në një marrëveshje do bëjmë këtë, do bëjmë atë, edhe thjesht, çfarë si që puna kështu, ndonjë 10 mund ta ikë. Zona e Gorishtit njihet për resurset e naftës dhe gazit. Mbi 150 puse janë në funksion për nxjerrjen e naftës bruto dhe mbi 300 punonjës janë atje çdo ditë në punë. Zona naftënxjerrëse në Kocul Gorisht është në varësi të drejt për drejt nga kompania Alpetrol, me zyra qendrore në qytetin e Fierit.